Tani zëria Kryemadhi po bën një lloj fushate për zotin Meta, sepse ish kandidat. Ç'a ndodhi tani se zoti Meta ju vuri në blok ty dhe zërin Kryemadhi bashk. Tani në fakt ju rezultoni që s'keni bashk. Tregon që zgjedhja ime ka qenë e duhur. Kaq, nuk kam as i koment për shkruan time. Mos prisni që Endrit Brajmllari të hedhë balt për 19 vite kontribut. Nuk dëgjoni kurrë. Jo, unë nuk e presoj që ti të hedhësh balt. Jo të ato persona që kanë themeluar parti, po dhe këto rishtarët që janë tani që bëjnë si liderë. As te këto. Për Tedi Blushën ke këtë rishtarët që bëjnë si lider? Jo, se kam. Po për Tedi Blushën ke, për çka ke, për mua ke? Jo, po them që unë mos pretendoj që unë të hedh balt. Për mos të hedhësh balt. Nuk hedh balt. Po e the kështu rishtarë e the më. Po prap, thash nuk hedh balt për ato që kam punuar ndër vite, kam qenë pjesë një ekipi, jo për as për rishtarët, pra nuk merrem me këtë histori. Është e mbyllur e epokë për mua. Tani më shpjegon. Pra e thashë pak më parë, kur unë kam vendosur të zgjedh këtë rrugë, kam qenë i vendosur dhe i qartë. Dhe koha do më japi drejt, po më jep drejt. Më shpjegon ana teknike këta të bashkisë dhe duke të futur edhe ty të Tiranës, si funksionon nëse marrin mandatin ose jo? Fjala vjen zonja Kuko, se unë do ta kem mbas teje në intervistë. Po edhe ti si antar këshillit bashkiak. Është e qartë siç ndodhi me mua, siç ndodhi me mua në 2017, dorëzova mandatin e këshilltarit, e merr lista pasardhëse dhe merr mandatin e deputetit. Domethënë, nëse ti merr, domethënë tani nuk e dhën ndryshe. Jo, unë jam jo, e kam bërë një gabim jetën time, që prapë s'kisha eksperiencën e dur kur lash mandatet. Që mos pretendoni që 2017. Po. 2018. Jo, 8 në shkurt të 2018-s. Në shkurt 2018-s. E kam bërë një gabim, në të mendon. E kam bërë një gabim atëherë dhe nuk ka shanse që unë të. S'fole në mbledhjen e kryesisë, e di unë se çka ka ashtu aty. E bët Çezai Rogën, e sulmuan Çezai Rogën dhe nuk merr veshin fat. Prandaj politika nuk është. Se kanë bërë shkrim për atë gjë, është turp. Prandaj politika nuk është më lexuar, por është eksperiencë. Dhe mëson nga gabimet. Kush do bëj shumë mirë? Ilir Meta apo Monika Kryemadhi? Nuk marr përsipër ta analizoj një situatë tillë. Tani mos rrshkit kështu Nuk ke marr përsipër ta analizoj këtë situatë. Sinqerisht nuk ke marr përsipër. Tani Edi Rama kërkon mandatin e 4. Për çfarë do mandatin e 4 Edi Rama? Për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, është shumë e qartë. Tani unë kam kështu logjikisht nuk jam student gazetari. Po le ta them unë. Si e mendoj unë? Logjikisht është shumë. Pa pasur gjë për studentë e mi që i dua shumë, se mos më mërzitet në një student. Student gazetaria do të thonë që jam fillim. Tani mandati 4 thonë ju Bashkimin Evropian. Logjikisht. Tu s'ka një liri more. Logjikisht është shumë e pastër. Pra, do të çoj përpara agjendën që ka për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, por ka edhe një mision tjetër, që po fut gjeneratën e re politik. Po të vjetrit? Aty janë pjesa më e madhe, po punojnë me njëri tjetrin në ekip. Ku pjesa më e madhe s'ka, vetëm paneli Majko dhe aty dhëm mbava një herë në 6 muaj. Unë mendoj që janë gjithë, janë bashkuar, janë konsoliduar, madje unë kështu e kam parë, unë dëgjoj se kam bashkëpunuar me Partinë Socialiste në Shkuarën, po, dhe e di shumë mirë. Edhe ne kur aderonim diku në forcë tjetër thoshim që do përçahen, por ato janë më të bashkuar se kur. Këtë keni të qartë, domethënë, shumë e vështirë që të përçahen. Ku ndryshon çfarë lloj kryeministi, çfarë lloj kryetari është Edi Rama? Duhet unë po marr në analizë vetëm arsyen e marrjes së vendimit tim. Po. E para duhet të kuptojmë diçka që guximi i tij për të çuar një gjenerat të re në parlament. Po. Në një parti ku i ka dhënë shansin dhe mundësinë të rinjve. Po e ha partinë. Por i gjeneron parlamentin e vendit dhe aspirata e tij për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian me qëllim që çdo qytetar i këtij vendi të ketë pasaportën e BE-s, është një aspirat që kërkon mbështetjen e qytetarëve. Dhe besoj që në këto momente, këto janë dy nisma shumë të mira. Po të shikoni sot në çdo sondazh që bëhet, ose edhe qytetarët kur kalon takon në rrugë flasin për një klasë të re politike apo jo. Po nga fillon klasa e re politike? Jo, okay, klasa e re politike, po nga fillon kryetari ndryshon. Po duhet një garanci që të bëjë ndryshimin. Se pastaj po ashtu pastaj si bëhet apo jo? Si bëhet? Po s'merret veç ç'a bëhet. Tek kështu bëhet ju? Unë flas për të ardhmen time. Po them që është një garanci për ta rigjeneruar parlamentin dhe për të dhënë impulse. Pse parlamenti ishte i mirë?
Jo, ka deputet që kanë vlerësimin tim maksimal, ka deputet shumë të angazhuar, e tjerë me radhë, sepse mund të ketë deputet që nuk është aktiv në seancë plenare, por është aktiv me komunitetin, pra ka ndërthurje, nuk e kam të parlamentit që shkoj, kam të dëshira e tij për të sjellë një gjenerat të re në klasën shkollore. Mos më rrëshkas nga kjo. Kishe një konsiderat për të vëlla që ishte sekretar. Jo, nuk është një këshuri. Nuk ishe vëlla yt ai? Ai nuk ishe vëlla yt. Gjithmonë ka marrë për vllajt për marrëdhëniet me jashtë. Po nuk ka lidhje kjo. Jo, doja pyesja. Nuk janë bërë pjesë e PS-s? Po jo, ai ka jetën e vet më fare me të shikon jetën e vet ka punë. Mirë, mirë, qetëso. Kaq pa. Nuk mund ta thuash tu qetësisht, çeke. Dhe zonja Floida Kërpaçi, dhe ajo ka qenë nuk mundet ta atakojnë personazhe që nuk janë jetën publike. Nuk është e drejtë, ti je gazetar. Ai nuk është jetën publike, ai ka shef punë të veta, është totalisht censuruar. Pyetje bëhet ndri tani, avash ndri tani, qetësojnë çse. Ose zonja Kërpaçi ka qenë një republik, ka qenë deputete, ka qenë anëtar e Këshillit Bashkiak. Nuk marr përsipër flas për të tjerët. Kështu që thirrni në studio flisni. Që ke bërë kështu specialist direkt sa u bashkove me socialistin e bërë specialist. Po ti mund të thosë për kolegun tënd. Vinte kampi opozitës. Si shumë e qartë, mënyra se si jam rënditur lista tregon që është për të mbrojtur rolin e opozitës, jo për të fituar. Ti je kënaqur? Jo, s'jam i kënaqur, se vendi ka nevojë për një. Ti duhet të kënaqesh, tu mbasin ata të fitosh ti. Si? S'jam i kënaqur, unë vi nga terreni politik. Për mua e rëndësishme që të ketë një opozitë të konsoliduar. Ato e kishin shansin kësaj ere që të përfshinin shumë individ, shumë zëra publik që mbrojnë interesin e opozitës. Po shikoni, ka shumë individ në opinion publik që mbrojnë interesin e opozitës, pra që nuk janë përfshirë politikisht, por flasin për rolin e opozitës. Pra ato mund të kishin përfshirë këto personazhe që të krijojnë një hapje. Fakti se kanë bërë të gjë tregon që sondazhet tyre janë drejt humbjes. Në gjitha sondimet, Partia Socialiste ka bjerje të pikavarazhit, po themi, të përqindjes së mbështetjes, por kjo nuk përkthehet në ngritje të opozitës. Si shpjegon ti këtë? Ta shmo me përvojë, tani këtë analizën e bën. Ka një sondazhet e para janë sondazhe që tregojnë një trend. Po ne nëse kemi pa akoma kur të startoj, domethënë tamam fushata, domethënë. Fushata kanë nisur, por kur të startoj tamam fushata. Mirë, fushata nuk kanë nisur zyrtarisht. Partia Socialiste është një makineri organizimi. Dhe këtë duhet e pranojnë gjithë. Kjo është një makineri që kur fillon të merr përpara. Që prandaj mendoj që opozita, nëse do të konsolidonte rolin e opozitës, duhet të kishte menduar mirë për fshirjen e shumë zërave publik që janë në shërbim pra. E ndihmon Partinë Demokratike që në zoti Berisha që po shkon 81 vjeç apo e dëmton? Ja nuk marr përsipër të komentoj për. Po ti këtë se merr përsipër, këtë se merr. Çfarë merr përsipër zoti? Ta komentova listat pra. Tani the ata të Partisë Lirisë nuk i marr përsipër, këtë të Berishës nuk e merr përsipër. Si se merr përsipër? S'mund të them tani se nuk e di, nuk jam aty. Po tishe të thoja, e ndëmt ose nuk. Ku tishe? Po tishe të PD-ja do thoja, nuk jam PD. Po pse ti duhet vesh atje që ta komentosh tani? Se kuptoj, nuk e di si funksionoi nga brenda. Po më shmangesh e dritë brenda. Nuk po të shmange, po nuk realisht nuk e kuptoj dot atë. Po më shmangesh e dritë brenda. Nuk e prisja që të më shmangesh kështu. Si parashikon zgjedhjet? Besoj që arsyeja pse u bashkova Partisë Socialiste ka të bëjë pikërisht me një parti të re, gjenerat e re dhe pasaporta e Bashkimit Evropian. E ke thënë këtë të re kur nuk ndryshon ai i pari, e di si duken ata të rinj aty? Si numëror duken. I pari gjithmonë garanci për ndryshimin. Ai lëvizej. Jo, është garanci që të bëjë ndryshimi, kur e ka vullnetin për ta bërë. Ore ku është partia e re më e ndri tani se po habitem. Ti thua, heqim ja 20 veta nga fundi, ndryshojmë, i bëjmë të rinj edhe. Po kryetari nuk quhet. Unë ka lista të mbyllura, kam parë që i ka dhënë shansin shumë të rinj për fshirjen në parlament. Dhe ka dhënë shansin, domethënë, të përfshihen drejt për drejt. Kjo është gjë e mirë apo gjë e keqe? Shumë e mirë. Po, kështu pa përvojë direkt në parlament, detyre parë në parlament, sikur kërcet më ndrit. Po sepse nuk ka një fillim. Pra, diku do fillosh, nuk e ke përvojën që në fillim. Tani, edhe në ligjërimin tuaj the Shqipëria hyn në BE. Ky është shtrimi. Ore, pse futim BE-n Edi Rama në 12 vjet? Se një nga premtimet në 2013 ka thënë që për 10 vjet Shqipëria antare BE-s. Unë besoj që ka një premtim ambicios që po i ndjek në rrugën e dur për të çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian dhe për të marrë pasaportën e Bashkimit Evropian. Besoj 2027 është viti, mendoj unë mund të jetë viti më i arshëm, më i afërt. Mendoj unë. 2027 antarësim.
Mendoj unë. Je i bindur? Duke parë ritmin, mendoj që po. Po s'ka ndonjë të përpritur rrugë që se besoj.